si që dhe vutë re, si pas vajzave, Brikena nuk ka qenë, si e vetë një vajzë e preferuar e publiku deri më tani, nuk është aty për shkak se ka bërë qoq ka bërë, por për shkak se është me Instagrami, se ku di unë se qfarë. Selin, që është? Lidion, e para njerë, Brikena duhet jetë koherente dhe drejt, sepse në moment që është shpallur e preferuar, jam çuar, e kam takuar dhe thash urime, dhe më erdhi shumë mirë që në ato pjesë kishte një vajzë. Kështu që për këtë pjesën janë këto dramat e Brikenës që do të dali si e indinjuar, si e viktimizuar që vajza nuk e mbështesin. Për pjesën që nuk di të çojë një lojë deri në fund, është shumë e vërtetë sepse në natën e vitit 3 erdhi, unë isha e prekur për emocionet e mia, e vlerësoj shumë që erdhi afër dhe më foli dhe më tha, Selin, unë nuk kam asgjë personale, kjo është një lojë, unë ty të kam shumë xhan, dhe sa për pjesën që këto komentet që unë ti edhe prinses se jam unë këtu, mu ka gjujt me kunja dhe po ja kthem me kunja, se çfarë vërtet unë Brikenës në asnjë moment nuk kam fol me kunja. Nëse Brikena do të flasë me mua, hajde, e para njëherë ka qenë gjithmonë ajo që i ka ndes debatet me mua. Gjithmonë. Sipas teje, pse është pëlqyer Brikena? Unë e kam thënë me sinqeritet që nuk mendoj se ka patur, pavarësisht debatit që ka patur dhe ka qenë disi aktive në shumë situata, nuk ka patur një situatë të veten. Dhe mendoj është vajzë shumë seksi, shumë e bukur, shumë e mirë, shumë e chiltër, e mirë me të gjithë, dhe mendoj që edhe kjo pjesë, kjo ana njerëzore e Brikenës se ka ndihmuar ti dhe preferuar publikut. Kjo ka qenë mendimi im, as nuk e kam ofenduar, as nuk e kam ulur, as nuk e kam gjujt kungja, jo, në mënyrë absolute në asnjë moment. Kështu që xhelozia duhet të shihet nga ana tjetër. Atëherë, Ledion, unë siç e deklarova edhe në dhomën e rrëfimit, unë dhe Brikena kemi një love-hate marrëdhënie, love-hate. Dashuri e urrëtie, po? Dashuri dhe urrëtie. Brikena, që kur ka ardhur, që kur jemi parë në fillim unë i kam thënë je yll, po më ka sulmuar, kam bërë debate vazhdimisht me atë. Ç'është e vërteta, unë i qëndroj pro mendimit përsëri që Brikena lojën e ka gjithmonë te kamera, sepse dhe shfrytëzon situata i merr dhe gjithmonë kthehet nga kamera. E ka këtë personalitet të saj. Për sa i përket Queenit në tentativë, nuk e mbaj mend, më duket se s'ka qenë me Brikena, sepse Brikena po ashtu, diçka e tillë, po ashtu domethënë ka qenë miss gjithsesi dhe ka të bëj edhe me Queenin ton të shtëpisë, që është Selin, nuk ishte lidhje fare me Brikenën drejt për së drejti. E kam thënë unë ti në tentativë, jo ti. A lexon ai shef klipet? E kam thënë unë, jo ti. Kështu që mos u mbro për këtë se mbrova unë. Okej, dakord. Bravo Selin. Të kërkoj ndjes. Gjithsesi, për sa i përket Brikenës, mendimi im është që në tërësi, pavarësisht paraqitjes që është një vajzë super e bukur dhe super seksi, është deri diku e chiltër dhe është e sinqert dhe patjetër që aktivizohet shumë për sa i përket qoftë me të gjithë banorët, qoftë për të bërë punët e shtëpisë, qoftë për të qenë e gjindur, qoftë chill se no. Qoftë për të rregulluar krevatet, është aty për të hapur një vend për dikë tjetër, është aty po ashtu për të më pranuar mua në krevatin e saj, që neve të dyja s'është kemi patur ndonjë marrëdhënie kush e di se ç'a, si që unë të mos fle diku, por ajo thot, okej, bujrum, Lorna, s'është problem, ti fli me mua. Pra, me këto që po thua Lorna, po përshkruan një njeri pozitiv që do që të mos krijoj konflikt. Do me thënë, Brikena është pozitive. S'ka fort të bëj me këtë gjën tjetër të llojit të thjesht e bukur, se ju të bukura jeni të gjitha aty, kush më shumë, kush më pak. Nuk e thash që është thjesht e bukur. Nuk besoj gjithashtu, edhe më duket pak ofenduese për publikun, se ne nuk jemi mis këtu që të zgjedhit të preferuarën bazuar vetëm në pamje. Mendoj unë që është pak ofenduese për votuesit që ju votojnë nga shtëpia që të thuash... Nuk thash vetëm për pamje, Jo ti, jo, po flas me Lornën, patjetër, me qenë se ishim të Lorna. Brikena, si të vinë fjalët e gocave? A të duken xheloze ka shiteje dhe mu trego e sinqert, ë? Okej, atëherë Ledion, unë që shepat edhe vetë për klipit, po vrehet qartë që ju ka djegë. Kështu që unë, do me thonë, nuk kam qa me shtun këtë pjesë të përshirë qartë, se si cila prej nesh normalisht ka qef me dal vetë e preferumja, se kërkush prej vajzav s'ka qef me dal tjetra preferumja vetë e pa preferuar. Kështu që si cila e pret për vete. Në momentin që zgjidhet një person që këto nuk e presin për me dal e preferumja, unë menoj që kapën pretekstet të kota, se publiku, do me thonë, nuk e shë qa foli unë veç me Selinën, për shë krejt, do me thonë, krejt reagimet e mija që janë brenda në shpe. Dhe unë
Kur është bërë diskutimi me Unë menoj që qysh ka Selin ka Brikena tha nuk ka loj, unë menoj që nuk është që do të pa tjetër me bo një loj të keqe për me pas loj këtu mrena, unë kum hi me kum vetvetja edhe e bëj thjesht një loj të pastërt, qysh mund të akon me bo kaq. Ndërkohë, do doja të dëgjoj edhe pak komentin e Armelës që është në studio, që gjithashtu ishte pjesë e klipit edhe ishte një nga vajzat e shtëpisë që mendonin që ti nuk e meritoje të ishte ndër preferuarat, apo jo? Jo, nuk është se nuk mendoja që e meritonte këtë gjë. Këtë ja kam lënë dorë vetëm publikut, jo vetëm unë, po gjithë secili nga ne aty. Ideja është që këtë xhelozin midis vajzave inicion dhe lobon vetë Brikena, askush tjetër përveç Brikenës. Ne Brikenës ja kemi thënë nga mëngjesi deri ndar që është një vajzë e bukur, e sjellshme dhe të gjitha. Por lojën që e bën në mënyrë të pisët. Se tjetër mendon, tjetër thotë, domethënë është politikisht shumë e saktë dhe korrekte me atë që thotë. Dakord, është mendimi yt, edhe e vlerësoj siç vlerësoj mendimin e të gjithëve. Megjithatë, më duhet ta them, në premierën e programit, Arber Hajdari tha që ky do të jetë sezoni i vajzave dhe më vjen keq, unë si një suportues i madh i vajzave të shoh përveç Xhodit edhe dy vajzat e tjera që janë jashtë shtëpisë. Pra, gjë që vajzat janë e keqja e njëra tjetrës brenda shtëpisë së Big Brother, ndërkohë që çunat vazhdojnë të rrinë stoik. Dhe kjo në një kuptim duhet të tregoj shumë për juve dhe për mënyrën se si qaseni nga njëra tjetrës. Sepse Monika, më duket ndonjëherë sikur armiqet më të mëdha të vajzave dhe grave janë vetë vajzat dhe gratë. Unë ja thash edhe Xhodit për u eliminuar natën e parë. Megjithatë, unë shikoj Brikenën është shumë lineare, është shumë e kujdesshme. Vajzat e menduan ta thonin pak si me cinizëm, e mirë, e liron vendin, më thënë me pak ironi gjithë mirësinë e Brikenës, por Brikena vazhdon në strategjinë e saj, është shumë e saktë, vazhdoni fut vajzat në debatet prapë që të flasin për Brikenën, është e kujdesshme, dhe me thënë të drejtën unë për veten time kam qenë skeptike natën e parë, se mendova si vinë vajzat që vinë nga miset zakonisht që i themi ne që çfarë fluturon hahet, por jo, Brikena është me këmbë në tokë, është shumë e organizuar, është shumë e strukturuar, edhe po ta shikosh është njeriu që është më pak e përfshirë në konflikte dhe është më jetë gjatë. Dhe përsëri prap vajzat aty nuk mësojnë dhe nuk e kuptojnë që pse Brikena doli më e preferuara. Nuk ishte as në nominim, as nuk u nominua, as nuk u zgjodh nga vllai i madh, por ishin të gjithë banorët në votim për të qenë më preferuarit dhe Brikena doli më e preferuara nga. Okej. Bëjmë lidhjen me shtëpinë.